Inis Gjoni prek me fjalët për humbjen e motrës së saj. Aktoria e njohur Inis Gjoni ka bërë një reagim prekës teksa shkruan një letër drejtuar motrës së saj udhëtimit të saj të fundit. Trupi i pajet Ildës kthehet sotna dhe për të përcjellë për në banesën e fundit. Inisi e lënduar në palë se quan një udhëtim të ashpër dhe gjen ngushëllim tek 3 fëmijët që motra ka lënë. Reagimi Ildës, mendimi që do të më zgjoj çdo ditë dhe do të më ngrys çdo natë jetës time. Sot e shtrenjta motra jon, Ilda bëri kthimin e fundit për natë dhe për në familje, për në shtëpi, për tek nëna, për tek fëmijët, pa frym, por me atë buzëqeshjen dhe sharmin e fytyrës dhe shpirtit më të bukur në botë. Je nisur drejt Zotit, që me shumë besim dhe për ulësi i lutemi të strehoj te kopshtet e parajsës. Njeriu përballet dhe te kalon shumë sprova në jetë, por dhimbja që solli ikja jote kaq e hershme na ka dërmuar zemrat dhe trishtuar pafund ndjesitë dhe mendimet tona. Çdo orë këtyre ditëve peshon si gur të rënda të malit, që hesht dhe dëgjon vetëm pajtimin e një ikje pa kthim, por na ngro dielli që ti ke lënë pas fëmijët, punët e mira, vlerësimet aq të vyera të miqve, të afërmve, kolegëve dhe kushdo që të ka njohur dhe ka dëgjuar për ty. Jeta që ti jetove na frymëzon, dashuria, energjia dhe mirësia jote na bëjnë të ndihemi kaq shumë krenar që ishim pjesë e çdo dite dhe misionit tënd. Fëmijët e tu të bukur dhe të mbar do të jenë amaneti yt i gjallë dhe neve së bashku të qëndrojmë gjithmonë një familje fort me vlera dhe qëllime të forta. Sot do të mbesin edhe shumë radhë të tjera pa shkruar, por që çdo natë do t'i them kur të takoj në ëndra, ti ëngjëll në qiell dhe unë duke lotuar në shtrat nga malli për ty. Zoti u kujdes për ty dhe për çdo nën që largohet nga kjo jetë, që mbetet një udhëtim i ashpër dhe me fund të sigurt. Amin, shkruan Inisi.